dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Dëshiroj që dita e sotme t'ju ecë të gjithëve mbar. Ndoshta ky urim le të jetë një ugur i mirë për ecurinë tuaj në të gjithë hapat e ditës suaj. Sot unë kam të ftuar një vajzë. Një vajzë 11 vjeçare, fantastike, që të mahnit. Kështu të ta quaja për nga cilësitë e saj, për nga parametrat e gjithanshëm të motivimit të saj. Ajo flet 4 gjuhë të huaja. Është 11 vjeçë. Nxënëse në kolegjin Hasan Riza Pasha. Por përveç kësaj ka një mendim të artikuluar rreth motivimit dhe shumë të shkaje që e bën atë pjesëmarrëse në mjaft aktivitete që lidhen me olimpiada të ndryshme dhe me aktivitete jashtëshkollore. Me mua sot në studio është Dea Boriçi. Mirëmëngjes Dea. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe në studio. E di që unë sot të kam ftuar të di pak historinë tënde, të gërmoj pak sa tek ajo ecurie jotja, tek gjërat që ti ke mësuar kaq mirë dhe që hap pas hapi i shpalosë në ecurinë tënde. Po. A je gatshme të flasim për këtë? E pra, unë mendoj se qënja vetëm 11 vjeçe edhe të flasësh në 4 gjuhë të huaja nuk është pak apo jo? Të mendon ndonjëherë të përgjigjesh në shqip dhe përgjigjesh në gjuhën tonë natyrisht dhe menjëherë në mendje të shkon një strukturë fjalie e një gjuhë tjetër? Po, shpesh, sidomos për shembull në gjuhën angleze, pasi ka qenë gjuha e parë që kam mësuar, dhe shpesh mendimet më vinë përpara për shembull në gjuhën e huaj se sa në shqip. Po mirë, në këto momente është rasti që përveç se në gjuhën tonë të bukur, t'i japim një përshëndetje të gjithëve kudo që na ndjekin, natyrisht në shqip. E pastaj në gjuhët që ti flet. Në rregull. Përshëndetje. Hello. Bonjour. Ciao. Hallo. Nëse unë besoj të kuptova mirë, ti flet dhe në 4 gjuhë të huaja që janë anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht. Po. Wow. Gjë e bukur apo jo? Oh. Megjithatë ti në ecurinë tënde mjaft emocione, gjithmonë përqafimin e diçkaje të re. Si ke nisur ti për t'i mësuar këtë gjuhë? Natyrisht jo të gjitha për një herësh. Atëherë kur shqiptoje bukur fjalët mami, babi, ma jep dorën e të tjerë, që atëherë ke nisur? Unë mund të kem mësuar për shembull anglishten, e cila ka qenë gjuha e parë, kur kam qenë në Kopësht mbase 4 ose 5 vjeçe. Pra thjesht duke parë ndoshta video në internet, në YouTube, ose duke parë televizor në anglisht, kam filluar ta mësoja anglishten duke dëgjuar anglisht, pastaj kam filluar dhe të shkruaj dhe të flas me të tjerët. Dhe kështu kam vazhduar, kam mësuar dhe gjuhët e tjera. Të ndalemi në këtë moment, çfarë thon mami dhe babi në atë kur diskutonin ndonjëherë? Si ke nisur ti? Janë çuditur ata apo ti kanë ofruar vetë? Ka një qasje. Dea është fëmijë i vajza e madhe e 2 prindërve intelektual, të cilët besoj se kanë ndikuar shumë tek ti apo jo? Po. Në të vërtetë ato kanë ndikuar shumë. Për shembull kur ato vonë re që unë kisha mësuar për shembull disa fjalë, të thoja fjali në anglisht, ato sigurisht që më mbështeten dhe kështu kam vazhduar, kam punuar, kam komunikuar me mamin dhe me babin, pasi dinin edhe ato anglisht dhe duke u praktikuar kaq shumë, pastaj sikur më ka ardhur vetë pra të komunikoj në gjuhën angleze. Po ti ishe në Kopsht ende? Po. Ende nuk ishte filluar të shkruaje, vetëm në parashkollor fillove të mësoje gërmat, shkronjat në shqip, apo jo?
Po, në fakt, unë anglishtën, kur kam qenë e vogël e kam ditur vetëm për të folur, pastaj pasi kam mbaruar klasën e parë, kam filluar të mësoj edhe se si të shkruaj në anglisht. Si ke komunikuar jashtë familjes? Me kë? Si është pritur kjo? Me çfarë dashamirësie dhe natyrisht edhe çudiet në një farë mase? Mësuesit dhe edukatorja e kopshtit më kanë mbështetur pra të vazhdoj edhe të mësoj të flas me të tjerët në anglisht, por me që shumë fëmijë pra dhe në shkollë dhe në kopsh nuk e dini, nuk është se kam folur shumë në gjuhën angleze dhe jashtë dhe mjedisit të shtëpisë time, por prapë kam praktikuar pra edhe atje. Por kryesisht kam folur me prindër dhe pasi e mësoj edhe motra dhe me motrën. Sa bukur. Megjithatë, në shkollën tuaj gjuha huaj anglishtja fillon që herët. Në çfarë klase? Po, unë në fakt përpara se kam shkuar pra tek kolegji, kam qenë në një shkollë tjetër shtetërore, tek Ismail Qemali, dhe aty e kemi filluar anglishtën në klasë të tretë. Pastaj pasi kam shkuar te kolegji, kemi vazhduar pra me anglishtën dhe me njohuritë që kemi marrë. Vazhdon të lexosh në anglisht mirë dhe ta praktikosh çdo ditë? Po, unë vazhdoj të lexoj në anglisht. Me raste punoj edhe me libra jashtë-shkollor dhe më pëlqen sidomos të lexoj shumë libra artistik në anglisht. Për shembull, ke lexuar ndonjë libër kohët e fundit? Kohët e fundit? Ja, kohët e fundit jo, por kam lexuar pra libra të tjerë në anglisht. Për shembull, dhe në shkollë ne bëjmë libra reading për shembull në anglisht. Dhe jam ndier pra shumë mirë, pra sepse edhe kam të lehtë komunikimin dhe leximin. Në fakt unë të kam ndjekur në një material që ti ke përgatitur rreth motivimit, i cili për ty, çfarë është motivimi për ty? Për mua motivimi është pra si një çelës ndoshta, dhe motivimi pra më ka quar pra të punoj fort dhe të arrij gjërat që kam arritur deri tani, pra pak a shumë si një çelës drejt suksesit, dhe prandaj kam menduar se është një temë interesante për të diskutuar për të, dhe pse jo të motivojmë pra edhe të tjerët. Si është pritur punimi yt, motivimi, çelësi i suksesit? Si e ke punuar të gjitha në anglisht, e ke folur në anglisht, e ke prezantuar? Si mendon që është pritur dhe çfarë ka ngjallur si diskutim? Mendoj se është pritur shumë mirë, pasi kam pasur mbështetje edhe nga mësuesit, nga prindërit dhe nga të afërmit. Në fakt, ajo ka qenë pra si tip TED Talks, që dhe të organizonim në shkollë, për pasi filloi karantina, ne kemi regjistruar me video, dhe i kanë qitur tek Facebooku i shkollës, dhe unë jam frymëzuar pra për ta bërë këtë video, pasi kam vënë re pra, sepse edhe unë i kam arritur pra të gjitha këto deri tani me anë të motivimit, dhe i kam analizuar dhe më thellë se çfarë më ka motivuar mua gjatë viteve dhe çfarë të ka motivuar ty gjatë viteve, Dea? Për shembull, unë pasi kam filluar të mësoj gjuhët e huaja si anglishten, më ka motivuar pasi kam vënë re se kam patur progres pra aty, dhe kjo duke parë se ti bën progres për shembull në diçka të caktuar, kjo të shtyn të punosh edhe më shumë dhe edhe më përpara. Në fakt kanë ndikuar prindrit si fillim që ti të motivohesh, pra të kesh një qëllim, një motiv të bukur dhe ta realizosh atë, apo edhe nga brendësia jote si fëmijë, unë do ta quaja të veçantë, ka ndodhur kjo ndjenje bukur për të realizuar me sukses gjërat? Kryesisht prej prindërve, ata kanë qenë ata që më kanë mbështetur më shumë se të gjithë të tjerët, dhe ata më kanë mbështetur për shkak të më filloj të mësoj të gjitha gjuhët e huaja që kam mësuar deri tani, dhe nëse për shembull kanë vënë re se unë kisha talent në një fushë të caktuar, kanë vazhduar dhe të më mësojnë,
dhe të më ndihmojnë pra që të arrij ato çfarë unë kisha dëshirë. Ti e bëje me lehtësi këtë apo kishte një angazhim, një tensionim pak a shumë të brendshëm rreth realizimit të këtyre ecurive tuaja? Në fillim, kur kam qenë e vogël, pra nuk ka qenë edhe aq e vështirë. Ti e vogël përsëri sepse je 11 vjeçë. Më e vogël, kur kam qenë në Kofsh për shembull, nuk ka qenë edhe aq e vështirë dhe ndoshta në klasë e parë dhe e dytë, por pastaj pasi filluan dhe shumë angazhimet e tjera, si për shembull edhe shkolla, ka qenë pak më e vështirë, po besoj se ja kam ndalur. Kishe kënaqësi, natyrisht. Nuk u ndale, jo, sepse pas anglishtjes të cilën e filloje ta artikuloje krejt lirshëm dhe me shumë sukses, ti more një gjuhë tjetër. Si ndodhi, si lindi ky mendim, kjo dëshirë? Unë e kam filluar gjuhën e dytë, pra frëngjishten, pasi kisha një dëshirë të madhe pra dhe të mësoja gjuhët e huaja, dhe në këtë vendim ndikuan edhe prindërit, pasi edhe ato ishin në të njëjtin mendim, pasi duke mësuar një gjuhë të huaj tjetër mund të arrija të komunikoja edhe me lirshëm, jo vetëm me personat në Shqipëri, por në të gjithë botën, dhe mund të mësoja më shumë për kulturën, për historinë e atij vendit pra që mund të vizitoj. Pse zgjodhe frëngjishten? Sepse anglishtja dhe frëngjishtja janë degëzime të ndryshme në familjen e gjuhëve indo-evropiane. Si e zgjodhe frëngjishten? Me çfarë ndjesie? Nuk e di, pra mendoj sepse kur kam qenë në Kopësht dhe gjatë viteve të para pra të shkollës fillore, më pëlqente shumë frëngjishtja dhe kur dëgjoja për shembull në televizor persona të flisnin frëngjisht më hipte pra edhe një dëshirë për të mësuar një gjuhë muzikale, parlez-vous français për shembull, apo jo? Mirë, fillove ti, si ishin ato hapat e para? Kishe shumë dëshirë, mezi shprisje të vijë ora ku punoje çdo ditë apo? Unë frëngjishten e kam punuar, pra kam shkuar në një kurs për frëngjishten, ku kam bërë, pra kam marrë mësime me mësuesen, dhe shkoja zakonisht mbas diteve, por jo çdo ditë, varet, ndoshta 2 herë në javë, dhe kam punuar me libra të ndryshëm dhe pastaj kam filluar dhe ta mësoja duke dëgjuar dhe frëngjisht në televizor, se duke praktikuar dhe në shtëpi. Ajo pyetje që unë të thash në fillim që shpesh e mendon në gjuhë të huaja, tashmë filloje ta mendoje ose ta artikuloje një mendim në shqip, në anglisht, po se po, dhe tani i dhe motorëve për frëngjishten. Të vinin të lehta apo kishe pak përpjekje për t'i realizuar? Anglishtja më vinte pra krejt rrjedhshëm, pasi pjesën më të madhe të kohës kur flisja me motrën, për shembull, flisnim në anglisht, dhe ne kemi edhe ditave të shtuna për shembull, si që quajmë English Day, dhe flasim vetëm në anglisht për shembull. Motra jote sa vjeçë është? 7 vjeçe. Tani është 7 vjeçe? Po. Me siguri edhe ajo ka nisur që herët. Po, edhe ajo shumë herët. Sa mirë. Mendon se do eci në rrugën tënde apo edhe ajo ka një hapësirë të vetën? Nuk e di, pasi edhe ajo ka shumë talente të ndryshme. Një ndërto janë edhe gjuhët e huaja, por ka edhe shumë gjëra të tjera. Po mirë, me frëngjishten, si ishte ecuria? Domethënë, megjithëse bëje disa herë në javë, mësimet vështirësoheshin, të folurit, fonetika, ka pra shqiptimi, kanë veçanësi në frëngjisht, është shumë gjuhë muzikale. Ty për këtë të pëlqente? Po, më pëlqente edhe për këtë, dhe kur kam filluar ta mësoja frëngjishten, nuk është se ka qenë edhe aq e lehtë, pasi do të mësohesha me fonetikën, me fjalët e ndryshme, me theksin që do të përdorej pra. Por pastaj kam filluar, pra duke u praktikuar, kam filluar të mësoj edhe më shumë
Dhe pastaj më ka ardhur krejt e lehtë pra për të folur në frëngjisht. Me sa po kuptoj, është dashur një sprint i fort Po. për të mbërritur në atë zonën e kënaqësisë, pastaj që çdo gjë ty të pëlqente sa herë shkoje në kurs. Po, shumë. Mezi se prisja atë ditë, apo ja? Po. Gjatë ditëve, megjithëse kishe angazhime të tjera, patjetër që gjeje një mundësi të shfletoje një flet nga gjuha. Po, sigurisht, pasi ato ishin pra si një pjesë e imja dhe unë do të vazhdoja të mësoja që edhe në të ardhmen ta kisha dhe më të lehtë për të komunikuar të tjerët, po edhe pse jo të ndjej kënaqësi në vete që unë di të flas pra disa gjuhë të huaja. Oh, sa bukur. Fillove të komunikosh edhe me të tjerët, jo vetëm me mësuesen, edhe me ndoshta edhe me ndonjë të huaj për shembull. Po, pasi më ka rastisur pra të flas dhe me të huaj, dhe kryesisht kam përdorur anglishten, pasi një pjesë pra nuk është e dinin frëngjishten dhe normal pasi anglishtja është një gjuhë e rëndësishme pra që përdoret. Ke vizituar këto vende? Po, unë kam vizituar Francën, pra kam qenë në Paris. Një mrekulli, Parisi shumë i bukur, apo ja? Po. Çfarë të ka mahnitur më shumë nga ai qytet, kryeqytet europian? Më ka mahnitur pra kultura dhe mënyra se si jetonin ato që ishte shumë e ndryshme me Shqipërinë, pasi unë isha mësuar pra në Shqipëri dhe aty gjithçka ishte pra shumë e shpejt me metro dhe me trenat që kalonin, por më ka pëlqyer gjithashtu dhe kultura, ato për shembull ndoshta monumentet që ka pasur aty që tregonin se pra ka qenë një punë e madhe që është bërë dhe më ka mahnitur pasi është diçka e veçantë ndryshe nga ajo që kam parë unë ditë për ditë. Ti ishe shoqëruar me prindrit apo me një grup tjetër? Atëherë kam qenë e shoqëruar me tezën. Dhe kemi vizituar pra shumë vende të ndryshme aty, edhe pse koha afati s'ka qenë aq i gjatë. Po tezja të përdorte ty si përkthyese apo flisni të dyja në frëngjisht? Jo, të dyja flisnim në frëngjisht dhe kështu dhe komunikonim me të tjerët. Si e ndjer? Çuditeshin ata kur i flisje ti apo të numëronin si një pariziene, si një franceze që kërkon të komunikojë për një shërbim a një tjetër? Në fakt, unë pasi kam qenë dhe pak e gjatë, në fakt më është zhvilluar se të tjerët, nuk e di nëse e kanë dalluar apo jo, se sa vjeç që kam qenë. Disa me të vërtet janë habitur, disa të tjerë, pse di, ndoshta kanë menduar që jam pra si pariziene. Si pariziene? Mirë, jashtëzakonisht bukur. Po ti nuk u ndale, Dea. Nuk u ndale dhe nuk ndalesh. Është motivimi, siç the në fillim, ai motori i brendshëm që ti ke. Fillove një gjuhë të tretë. Rreth sa vjeç ke qenë atëherë kur ke vendosur të praktikosh, të mësosh edhe italishten, e cila është në një gjuhë në një degëzim me frëngjishten? Italishten e kam filluar në klasë të 5, ndoshta kam qenë 10 vjeçë më duket, dhe e kam filluar pasi ndihesha pra isha e kënaqur me frëngjishten dhe pasi ato kanë shumë ngjashmëri me njëra tjetrën, do të ishte edhe më lehtë të mësoj edhe tani edhe një gjuhë tjetër. E treta gjuhë. E treta. Dhe e fillova pasi ndoshta për të njëjtën arsye pse kam filluar anglishten dhe frëngjishten, por edhe pasi mendoja se më sillte kënaqësi të dija edhe shumë gjuhë të huaja. Ndërkohë, si reagonin të tjerët përreth teje? Ky mendim të lindi ty apo u nxit edhe nga më të afërmit e zemrës? Ky mendim në fakt u nxit fillimisht nga prindërit, pasi dhe Italinë e kemi afër dhe nuk i dihet pra nëse ne mund të shkojmë aty, nëse mund të vizitojmë pra të bëjmë turizëm, dhe me që është afër do të ishte edhe më e lehtë për të komunikuar dhe me të tjerët. Pastaj
mua më ka motivuar pra kjo ndikimi I prindërve, por gjithashtu më ka shijuar pra edhe vetë dhe më ka motivuar fakti që mund të jem e kënaqur duke arritur të kuptoj pra më mirë botën, të kuptoj më mirë kulturën, historinë e vendeve të ndryshme dhe të komunikoj edhe më shumë me të tjerat, pra të shpreh idetë e mia, jo vetëm në shqip, në anglisht, por edhe në gjuhë të tjera. Është një mrekulli. Patjetër që ke patur kontakte. Po, kam patur kontakte. Po, me ato kryesisht kam komunikuar në anglisht, pasi kryesisht pra vetëm francezët dhe italianët mund ta ndijnë frëngjishten dhe italishten, kurse kryesisht me frëngjisht dhe italisht kam komunikuar me prindërit në familjen dhe me mësuesit e gjuhëve përkatëse, pasi ndoshta s'kam pasur edhe aq shumë mundësi të flas me persona të tjerë. Megjithatë, dera është e hapur për të komunikuar, apo jo? Po. Ndonjë provim të veçantë ke bërë në ndonjë prej këtyre gjuhëve? Po, në anglisht kam qenë në klasë të 4-rt. Aty kam marrë pjesë në një konkurs anglishteje dhe kam dalë në vendin e dytë në Shqipëri. Kjo gjë të ka nxitur pastaj për të vazhduar. Por dea nuk ndalet dhe kjo është shumë gazulluese. Gjuha e 4rt është gjermanisht. Po. Tashmë gjermanishtja me një strukturë fjalie të veçantë, apo jo, gjithmonë rendi fjalëve në fjali, një ndër vështirësitë, po e them, është ndryshëm. Si të erdhi kjo gjuhë? Si e zgjodhe? Bëni në shkollë? Si erdhi pra pas anglishtes, frëngjishtes dhe italishtes? Në shkollë nuk ishte lëndë veçantë, por kishim kurse pas mësimit që ishin në gjermanishten, që pra mësuesja që na jepte pra gjuhë, ajo e organizonte kursin, dhe unë duke vënë se mund të mësoja pra edhe një gjuhë tjetër, sigurisht dhe me nxitjen e prindërve, pasi mua pra kisha kuptuar që gjuhat e huaja janë një prirje veçantë, talent për ty. Janë një prirje që kisha unë, dhe prandaj vazhdova pra edhe gjermanishten, sepse edhe ajo pra më shdukur si një gjuhë tjetër e rëndësishme që duhet për komunikimin në Europë, jo vetëm anglisht, Si ecën tash ti me gjermanishten? Në gjermanishten aty jam hala akoma për jam fillestare, pasi nuk është se kam avantuar dhe shumë, pasi e kam filluar këtë vit, prandaj, por besoj se jam duke ecur mirë, pra arrit të komunikoj disa gjëra të caktuara me personat e tjerë. Thonë që kur gjuhët e huaja janë një prirje, gjithmonë përqafimi I një gjuhe dhe më pas I një tjetre, kalon në një praktikë që nuk është edhe shumë e vështirë për si ata që e mësojnë për së pari një gjuhë, pra ti ke një metodë, një praktikë të ndën, apo jo, ku konsiston kjo praktike jotja për përvetësimin e këtyre gjuhëve? Nuk e di, por unë mendoj se është gjëja e parë pra vetë motivimi, dhe pra duke menduar se ti mund të arrish pra të mësosh një gjuhë tjetër, të kesh pak besim tek vetvetja. Kjo është edhe një pikë që e kam përmendur aty tek videoja për vetë motivimin. Pastaj duke parë dhe që kam prirje pra në gjuhët e huaja, dhe thjesht sikur kjo më shtyn të vazhdoj të punoj me ato libra, ndoshta duke të dëgjoj dhe më shumë dhe të mundohem të komunikoj, të mendoj në atë gjuhë të huaj. Vetë prindrit tuaj, sa gjuhë të huaja flasin? Mami flet më duket 3 ose 4, dhe duket kështu edhe babi. Edhe ju patjetër që keni ditën I gjuhëve, ashtu siç me motrën vazhdimisht artikuloni në anglisht apo jo. Mirë, dia kjo mund do ta quaja si një top që zmadhohet, bëhet shumë I madh
ky pasion, këto njohuri që patjetër do të vazhdojnë. Si janë si ngarkesë mbi shpinën tënde 11 vjeçare? Të krijojnë një ngarkesë ditore apo e ke lehtësi, argëtim, shplodhje? Ato krijojnë pak ngarkesë sigurisht, pasi unë kam impenime edhe me shkollën, por nga njëra anë janë edhe kënaqësi, duke parë që ti ke arritur për shembull në një pikë dhe kjo gjë të motivon pra dhe të ecësh përpara. Por përveç gjuhëve të huaja, kam edhe angazhimet e tjera, si për shembull merrem me pikturë dhe me kitar, dhe këto mund t'i konsideroj si kënaqësi, pasi janë si hobi për shembull, dhe nuk janë thjesht pra të detyrime, siç është si mund të jenë për shembull detyrat e shtëpisë në shkollë, por nëse un kam zgjedhur që të vazhdoj të mësoj ato, e kam zgjedhur për një arsye që pra është të ndjej kënaqësi dhe të mësoj prej tyre. Ti pikturon? Po. Me çfarë teknike pikturon? Mua kryesisht më pëlqen të pikturoj me lapsa, pra me lapsa me ngjyra ose me laps të zi, por ka raste që pikturoj edhe me për shembull me akuarele, me bojra ujit ose me akrilik, dhe varet ndoshta nga mënyra se si ndihem unë në ato moment ose se çfarë dua të pikturoj. Po, për shembull, le t'i drejtohemi një punimi tënd në pikturë. Çfarë ke dashur të shprehësh në këto punime? Kryesisht kujt i drejtohet? Peizazhit, portretit, natyrës së qetë? Nuk e di, çfarë ke pikturuar më shumë? Më shumë kam pikturuar natyrën, pasi më ka pëlqyer shumë pra si tematik, pasi unë arrit ta gjej pra mënyrën për të shprehur dhe emocionet me anë të natyrës, me anë të luleve, me anë të bimëve, dhe më duket pra sikur je duke hyrë në një botë imagjinare, duke krijuar pra ti diçka të re me anë të ngjyrave, me anë të teksturave. Po, si ke mësuar teknikat, se përveç lapsit ti përmend edhe disa teknika të tjera. Si ke mësuar këto teknika? Unë kam qenë në kurse pikture, dhe ajo ka qenë më shumë jo duke mësuar pra se si do ta mbash lapsin, se si do të pikturosh, por më shumë mësuesi na ka lënë pra të lirë që të përdorim pra këto teknika të ndryshme, siç i dim ne, dhe të krijojmë ne vetë pra diçka, dhe sikur të vjen vetë pra ajo dëshira për të pikturuar, dhe nuk e merr si detyrim pra pikturën, por e merr si një kënaqësi. Vërtet gjen kohë që të shkosh te telajo jote, por edhe të në kitar të derdhësh satinguj, apo jo? Po. Po si ndodhi kjo? Sepse në rrugën tënde ka shumë rrugëza që të çojnë në atë motivimin e bukur drejt suksesit. Në fakt kitarën e kam filluar pra pasi unë në të vërtetë nuk e dija nëse kisha vesh për muzikë ose jo, por e fillova pasi mendova nëse mësoj ndonjë gjë pse jo, pasi mund ta kem si një kënaqësi, si një mënyrë për shembull për t'u qetësuar mas një dite të lodhshme, dhe kjo më ka shtyrë pa të provoj, më pëlqen të provoj gjëra të reja dhe eksperienca të reja dhe të mësoj dhe më shumë për atyre, dhe kjo të motivon, pra kjo dëshirë për të Çfarë pjesë ke luajtur ndonjë gjë të bukur në kitarë? Nuk e kemi marrë sot kitarën, e kemi harruar. Po? Gjëja e parë që kam mësuar ka qenë kënga Lulebor. Por në fillim sigurisht kemi filluar me disa ushtrime të thjeshta të mësojmë për shembull notat, dhe pasi kemi mësuar ato kemi filluar dhe të luajmë pjesë të ndryshme në kitarë. Jashtëzakonisht bukur. Por ndërkohë nuk i kemi thënë të gjitha dhe nuk mund t'i themi të gjitha, sepse rrugtimi i Deas është mahnitës. Dea përveç se një nxënëse shkëlqyer në shkollë, është kështu? Shumë modeste, është pjesëmarrëse dhe titullare, do të thotë që fiton medalje të arta
në shumë olimpiada, më së shumti në olimpiadat ASEF, që janë olimpiadat e projekteve, të cilat e bëjnë titullare me shumë sukses Dean, dhe në fusha të ndryshme, në fushën sociale, në gjuhë letërsi, në fizik madje, apo jo, Dea, si është historia? Po, unë kam marrë pjesë në klasë 5 dhe si mjet në konkursin ASEF dhe jam marrë kryesisht pra me shkencat sociale, duke bërë studime të vogla shkencore, për shembull si këtë vit që ka qenë në lidhje me pra kurrikulat dhe me arsimin në shkollat private dhe shtetërore, ndërsa përveç këtyre kam marrë pjesë dhe në konkurse të tjera, për shembull në konkursin Kogito që është bërë si vjet pra dhe kam marrë pjesë në fushën e fizikës dhe në letërsi në konkursin e artit e letërsisë që kam marrë pjesë në fushën e esejs. Dhe këtu ke fituar vende të para, apo jo? Po, si mjet pra në konkursin ASEF kam fituar vend të dytë, ndërsa vjet vend të parë. Në konkursin e artit dhe të letërsisë kam fituar vend të parë, ndërsa në Olimpiadën Kogito për fizik kam fituar vend të dytë. Manica, ke punuar shumë apo të kanë ardhur të thjeshta? Do me thënë si një përpjekje që lind, zmadhohet, rritet dhe derdhet pastaj në produktin tënd. Si kanë ardhur këto punime? Nuk e di, edhe unë mendoj ashtu, por pjesa më e madhe e këtyre kanë lindur pra këtë vit, i kam mësuar si jetë në klasë 6, pra ka qenë si një vit ndryshe për mua, po si ka qenë si një rritje e mendimeve që kam patur më përpara, një mënyrë pra më ka hyrë dhe kënaqësia edhe më shumë të provoj edhe më shumë gjëra të tjera, dhe ka qenë një vit për të zbuluar edhe veten më shumë. Dhe besoj se kështu do të vazhdoj edhe vitin tjetër. Kështu do vazhdojmë. Po? Kryesisht pra i kam filluar ato pasi shkolla i ka ofruar pra këto aktivitete dhe mësuesit të gjithë pa na mbështetën pra që të fillonim të mësonim ato gjëra, dhe nëse për shembull unë pasi pëlqeja të merrja pjesë pra në gjëra të reja, ndëse vendosa për shembull të merrja pjesë në konkursin e esejs në shkollë, të provoja veten, të shihja nëse kisha talent, dhe kur mora vesh që dola në vendin e parë në shkollë se do të shkoja në Tiranë, atëherë u habita dhe vendosa të punoja dhe më shumë dhe të mësoja. Ishte një temë tjetër kur shkove në Tiranë apo pothuajse e njëjta që kishe punuar më herët? Kanë qenë tema të ndryshme në fakt. Për çfarë ke shkruar në esenë tënde? Në esenë që kemi bërë në Tiranë, ajo tema ka qenë për buzëqeshtjen, pra, dhe për rëndësinë e lumturisë dhe të buzëqeshtjes në jetën tonë të zakonshme, që mua më duk një temë pra shumë e bukur, sepse edhe unë e kam vënë re pra se është e rëndësishme dhe të përhapim lumturi dhe të buzëqeshim pra njerëzve të tjerë, pasi përhapim energji pozitive, të cilat na shtyn ne edhe më përpara, na bëjnë më të lumtur dhe mund të na çojnë që të krijojmë edhe një botë më të mirë. Në fakt, Dea, cili është mendimi yt për fëmijët? Që ata të kenë një botë më të mirë, një botë më të madhe, që ta përqafojnë ashtu. Çfarë kushtesh duhet të kenë ata? Kush duhet t'i përkrah, ti motivoj ashtu siç ti e artikulon vazhdimisht? Bota e fëmijëve, çfarë duhet që të bëhet akoma më e mirë? Fillimisht unë mendoj që ata duhet të kenë shumë mbështetje prej prindërve, dhe prej mësuesve, pasi ato janë pra kryesor, dhe nëse ato ndihen pra se mund të arrijnë diçka, nëse kanë pra një ëndër për të arritur diçka, ata duhet të punojnë, të realizojnë, dhe ajo çka i mungon që mendoj unë botës së fëmijëve është ajo puna pra për të arritur ëndrat e tyre. Unë mendoj që fëmijët kanë shumë pra imagjinat dhe potencial, dhe nëse të rriturit nuk e shfrenojnë pra atë nuk e mbështesin imagjinatën, ato edhe humbin dhe motivimin dhe dëshiren për të arritur ëndrat e tyre, dhe kjo nuk duhet të ndodhë pasi
me anë të imagjinatës, me anë të ideve që mund të kenë fëmijët, ne mund të krijojmë një të ardhmë shumë më të mirë dhe nuk është vetëm pra mësimi tek librat ajo që arrin këtë gjë, por janë dhe mendimet e fëmijëve dhe të rriturve dhe mënyra se si ata mund ta dëgjojnë njëri tjetrin për të krijuar diçka të re, një botë më të mirë. Në fakt, me sa shohun ti je në një garë me veten, përveç vetes tënde, sheh ndonjë tjetër që je në garë me të? Po, sigurisht, pasi ka shumë nxënës të mirë në shkollën tonë dhe unë i vlerësoj shumë, pasi edhe ato punojnë fort pra, secili prej tyre. Por unë kryesisht mundohem të jem pra në garë me veten dhe jo me të tjerët. Dua të arrij pra diçka më shumë ndoshta se vitin përpara dhe të provoj pra dhe shumë gjëra të reja dhe të kuptoj më shumë se cilat janë talentet e mia, në cilën fushë pra unë jam më mirë. Edhe pse konkurrenca me të tjerët sigurisht që nuk mungon, por nuk duhet të kthehet pra në xhelozi shumë të madhe, pasi ne secili kemi talentet tona dhe dëshirat tona dhe secili do të mundohemi të arrijmë pra ato çfarë ne kemi dëshirë. Në punimin tënd në ASEF, i cili është vlerësuar shumë, ke dhënë mendime për kurrikulën shkollore. Cili është mendimi më thelbësor që ti ke për këtë problem? Ajo çfarë kam vënë re pra më shumë, nuk ka qenë thjesht tek kushtet pra, se si janë ndoshta bankat e tavolinat e tjerë, por më shumë në mënyrën se si mësuesit, dhe si që ka qenë kurrikula. Unë jam munduar në pyetësorin që kam bërë së bashku me një shoqen time, Evilda Dani. E përshëndesim. Aty jemi munduar pra të tregojmë që nxënësit të jenë të sinqertë dhe të shprehin pra atë mendimin e tyre se çfarë mësojnë pra për shkollës, përveç gjërave të zakonshme që ka tek librat, se çfarë mbështetje kanë prej mësuesit dhe ku ata kanë avancuar më shumë, pra a ndjejnë, a janë të motivuar për të avancuar dhe në një pjesë të shkollave në Shkodër, jo vetëm publiket, po edhe në disa private, ka qenë problemi sepse nuk kanë patur mjaftueshëm aktivitete ose organizime pra shkollore që nxënësit të arrijnë të shprehin atë idetë e tyre dhe imagjinatën e tyre. Pra pjesa më e madhe ka qenë e fokusuar aty vetëm tek libra, ndoshta edhe tek disa fusha të ndryshme të artit, por unë ndjej që është e nevojshme që nxënësit të krijojnë dhe diçka të tyren, jo vetëm ato gjëra që mësojnë pra tek librat, po për shembull siç është konkursi i ASEF, që ne do të krijojmë një projekt të ri që mund të ndihmojë në ndryshimin e botës. Është vetëm 11 vjeçe, Dea Boriçi, nxënëse në kolegjin Hasan Riza Pasha. Dea, natyrisht ditën tënde e shpërndan në shumë aspekte. Ne sapo mësuam e curin tënde një artikulim paralel në të 4 gjuhët, angazhime, por dhe kënaqësi në pasionet tuaja. Me shoqet e shokët, ke kontakte të vazhdueshme? Si mbajnë këto kontakte? Po, unë i mbaj këto kontakte pasi pra edhe shoqëria është e rëndësishme, pasi jo gjithë ditën do të qëndrosh pra duke punuar, pra ti në jetë do të përballemi me shumë persona të ndryshëm dhe ne duhet të mësohemi pra të përballemi dhe të qëndrojmë edhe me shoqërinë, pasi ne gjatë gjithë jetës tonë do të përballemi me probleme të ndryshme, por që këto do të kenë dhe persona të ndryshëm që disa mund të na mbështesin, disa jo dhe aq shumë, por prapë është e rëndësishme që të mësojmë dhe diçka më tepër për jetën të jemi të përgatitur dhe pse jo të kemi dhe personat e tjerë përveç familjes që mund të tregojmë eksperiencat tona, të diskutojmë me ta, të shkëmbejmë ide, ndoshta të luajmë, të bëjmë gjëra të ndryshme.
Kjo ka ardhur shkall, por me një vulkan të brendshëm tëndin, siç janë prirjet për gjuhë të huaja, por jo vetëm. Me gjithë këto tregues shumë cilësor dhe të vlerësuar, jo vetëm në lëndët shkollore, por edhe në shumë çka që realizohet përtej mureve të shkollës, Dea natyrisht ka një ecje të jashtëzakonshme dhe ne vazhdojmë, unë uroj që kjo ecje të jetë e pandalshme. Mendon se ke ndonjë ambicie sepse anglisht, frëngjisht, italisht, tani është gjermanishtja, mendon se përsëri do ecësh sepse ti ke një prirje dhe talent të veçantë në gjuhë të huaja. Po, mendoj se do vazhdoj të eci, nëse vazhdoj pra të motivohem, do të mundohem të motivoj veten dhe të vazhdoj të punoj aq fort sa kam punuar deri tani dhe pse jo edhe më shumë, sepse unë kam pra dëshira të ndryshme dhe ëndra të ndryshme dhe dëshiroj pra të ndryshoj diçka në botë dhe të ndryshoj pra mentalitetin, ndoshta edhe mendimet që mund të kejnë njerëzit, që ato të arrijnë ta dëgjojnë njëri tjetrin dhe të shkëmbejnë mendime me njëri tjetrin dhe të punojnë së bashku, pasi unë mendoj që gjithçka arrihet më mirë nëse ne punojmë së bashku. Dhe kështu besoj se nëse unë do të vazhdoj të motivohem për të arritur ato pra ëndra dhe dëshira që kam deri tani dhe për kënaqësinë time pra. Besoj se do marrësh përsëri një gjuhë tjetër, por jo vetëm, sepse ke edhe angazhime të tjera. Po. Të kemi një herë gjermanishten mirë. Mendon se vitet ashtu siç kanë ecur me sukses do ecin përsëri, ti do marrësh një drejtim. E ke menduar drejtimin tënd në jetë apo është ende herët? E kam menduar shpesh, por mendimet vazhdojnë të ndryshojnë, pasi unë vazhdoj të zbuloj dhe gjëra të reja për veten dhe nuk e kam zgjedhur akoma. Për shembull, mua më pëlqejnë dhe të shkoj nga fushat shkencore, shkencat natyrore, por ndoshta edhe shkencat sociale, por prapë mua më pëlqen piktura, arkitektura dhe pasi kam kaq shumë. Të kuptoj shumë mirë, para teje ka shumë rrugë. Ti vetëm ec dhe patjetër që besoj se ka kohë ta mendoj pra se çfarë do të. Por një gjë më lind si ide, sapo të mbarosh maturën ti do vraposh të aplikosh në universitete të huaja. Po. Një gjë e bukur, por paksa të lind një dëshirë që vërtet ti përfaqëson Shqipërinë, Shkodrën, por edhe je fizikisht larg, apo ja? Po, dhe unë do të dëshiroja pra të studioja jashtë shtetit, pasi besoj se të gjithë kemi vënë re që ka shumë mundësi, dhe do të dëshiroja që pasi të mbaroja studimet, të arrija ndoshta dhe mund të jetoj jashtë shtetit, por prapë do të vazhdoja doja të kisha pra një ndikim dhe tek Shqipëria dhe të punoj me persona të tjerë që ta bëjmë dhe Shqipërinë ta ndryshojmë, për shembull të ketë kurrikull ndoshta edhe më të mirë arsimi, të frymëzojnë nxënësit, të motivohen dhe të punojnë më shumë, të shprehin idetë e tyre, sepse edhe ne pra si çdo shteti tjetër mund të kemi pra universitete shumë të mira. Zemër. Më emocionon shumë, besoj se edhe ju të nderuar dëgjues që po na ndiqni. Këto mendime që vijnë nga Dea dhe që në ecurinë e saj ka vetëm rritja. Dea, kudo që të jesh, edhe tani që ti ke përpara vetëm klasën e 7, moj zemër. Unë besoj se do të jesh një njeri dinjitoz, një njeri që di si shprehesh dhe artikulon bukur motivimin, pra qëllimin tënd që i ve vetes për të mbërritur, për të gjetur atë që të pulson brenda për ta shpërthyer dhe për ta vënë në shërbim të vetes dhe të tjerëve. Besoj se kemi bërë vetëm një copë rrugë bashk. Sepse rrugët dhe rrugëzat që të çojnë drejt arritjeve tuaja janë të shumta. Më vjen keq që nuk mund të afrohem të përqafoj, po me zemër të përqafoj, sepse je një vajzë e shkëlqyer, fantastike. Një vajzë që vërtet bën krenare prindrit e tu
Ardit dhe Albana. Por edhe motra, si e ka emrin? Reja. Reja, e përshëndesim dhe Rejan, sepse është ajo çamarrokja e vogël me të cilën përballesh në çdo moment me njohurit, por edhe me lojrat. Të uroj veç mbarsi. Dea, vitet do rrjedhin, do kalojnë, ti mos harro këtë studio. Jo. Jam unë këtu apo s'jam, ti patjetër që do t'jesh një vajzë suksesshme dhe patjetër që do vish me eksperiencat tuaja. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë zemër. Të uroj mbarsi në rrugtimin tënd, që siç e shpreha të bën krenar, jo vetëm prindrit, por edhe shkollën ku ti mëson, mësuesit të afërm, por edhe ne si shkodran dhe shqiptar. Po. Të përshëndes dhe të uroj gjithmonë ecje. Faleminderit. Je shumë modeste, por besoj që kjo modesti është një armë e fortë për t'u ndjerë gjithmonë në garën tënde me veten, edhe me jetën natyrisht. Vetëm Dea, mbarësi dhe suksesi gjithmonë. Faleminderit shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit zemër.